Serbisë dhe kanë dokumentacion valid të Republikës Serbisë, sa është kontestuese serbët rezident që jetojnë në Republikën e Kosovës dhe për atyre jo dhanë mundësia që të paraqesin dokumentacionin dhe të regjistrohen në regjistrin civil të Republikës Kosovës. Këtu lindin dy shqetësime me cilat do të përballet realisht Ministria e Punëve të Brendshme, përkatësisht Administrata e Republikës Kosovës, për faktin se përpos që është një vendim politik dhe ka derivim të drejt për drejt në shkelje kushtetuese nenit 1, 3 dhe 7, por njëjtën kohë paraqet rrezik dhe shqetësim se aty mund të regjistrohen njerëz pa mundësi evidentimi të kaluarës së tij. Dhe këto dokumente, të cilat aktualisht i disponojnë minoriteti serb që jeton në Kosovë, janë dokumente të lëshuara nga strukturat paralele të cilat kanë funksionuar në Kosovë. Nëse mundem t'ju pyes, tek kjo pjesa prash, a ka rezerva edhe për nga aspekti sigurisë, pra nëse ju i lëshoni leje të përkohshme dikujt pa pasur evidencë se kujt po i lëshoni, të interferimi qoftë të agjensive të ndryshme të inteligjencës, qoftë ruse apo edhe tjera. Këtu është problemi më i madh, për faktin se në ato komuna kanë jetu njerëz të cilët janë vendosur qysh nga vitin 1991-2 në luftën e Kroacisë dhe tërheqja e tyre dhe vendosja e tyre në komunat e Veriut, mirë po kohëve të fundit mund të fusin edhe njerëz të infiltruar për faktin se këto dokumente institucionet tona nuk kanë mundësi të verifikojnë, pastaj nuk kanë mundësi të verifikojnë të kaluarën e tyre kriminale për faktin se ata paraqiten me dokumente të rrejshme. Dokumentacionin aktual të cilin e disponojnë komunat nuk ja kanë afru Republikës Kosovës dhe kjo është një problem shqetësues për cilin nuk kemi mujt me gjetë zgjidhje edhe në përpjekjet e mëhershme. Ju rikujtoj se kjo është problemi trashëgim. Vitin 2018, kur kemi bërë përpjekje që të kryjmë procesin e regjistrimit të minoritetit serb në ato komuna, kemi hasë problem të dokumentacioni. Për faktin se në atë periudhë kohore është interesant, nuk i ka njoft as EULEX-i, përkatësisht misioni i BE-s në Kosovë, dhe në të njëjtën kohë para shpalljes pavarësisë nuk i ka njoft as UNMIK-u. Këto dokumente i ka njoft aktualisht me një vendim politik Qeveria e Republikës Kosovës, mund tjetë edhe si pasojë e një njohjes nga ana e Bashkimit Evropian të pasaporta. Mirë, këtu të kam një pyetje nëse bën të intervenoj pak. Edhe njohja e pasaporta nga Bashkimi Evropian gjithë atyre serbëve, pra që nuk kishin dokumentet Kosovës e që nuk mund të udhtonin pastaj në zonën Schengen, edhe kjo tjetra disi a nuk po i legjitimon këto struktura paralele edhe nga rrafshi ndërkombëtar, por edhe nga i brendshëm tani. Ju e përmendet edhe jo kontradiktën, por kundërshtin që gjenë me vetë kushtetutën e Kosovës të dokumente, por ato po kanë edhe përkraje ndërkombëtare, edhe legalisht, edhe politikisht. Ku po përfundojmë pyetja është? Apo përfundojmë me një strukturë tashmë të dokumenteve cilat po gjenë zbatim të brendshëm e të jashtëm? Tani, njohja e atyre dokumenteve nga ana e BE-s, mendoj unë ka ardhur si presion që është bën nga Qeveria e Republikës Serbisë në atë kohë dhe minoriteti që jeton në ato komuna për faktin se kur fitoi Kosova liberalizimin e vizave, ajo pjesë me pa dokumentacion. Serbia nuk pranoi që të lëshoj për atë pjesë të komunitetit dokumentacionet dhe pasaporta dhe pas presioneve që Republika e Serbisë arriti që të shtyj
dhe shtetet e BE-s ta provojnë kërkesën e këtij minoriteti dhe njohjen e këtyre dokumentacioneve. Tani, nëse i referohemi të kalumes historike dhe luftave, konflikteve në zonat caktume, kemi pas raste kur shtetet e Bashkimit Evropian kanë njohë mirë, po situata jonë ka që këtë ndryshen. Ne kemi pas administratën e pranishme të Bashkimit Evropian këtu në Kosovë dhe në të njëjtën kohë nuk ka bo asnjëherë përpjekje që t'i bëj presion në Republikën Serbisë që komuniteti pakistë në Kosovë të regjistrohet dhe të pranoj shtetësinë e Kosovës dhe të regjistrohet në regjistrin civil të Republikës Kosovës. Kjo nuk ka ndodhur, në atë periudhë kohore nuk u arrit që të realizohet regjistrimi dhe pastaj vazhduan, nëse mund themi, lojrat dhe presionet nga ana e Serbisë, ndërsa vendimet e pavëndshme që pasojnë të Republikës Kosovës dhe presioni dhe përpjekja e Bashkimit Evropian që të gjejnë një konsenzus rreth atyne vendimeve, nuk u pajtuan, pasojnë masat ekonomike. Këto kanë impakt drejt për drejt në presionin që pësën përkatësisht popullata shqiptare që jeton në ato komuna, për faktin se kjo edhe është fakt që është një demonstrim, jo vetëm i gatishmërisë reaguese, po në njëjtën kohë dhe demonstrim i forcës për shqetësimin dhe krijimin e tensioneve në ato zona. Tani, aty është e vendosur Brigada 4 dhe ajo ko mas kohë minimalisht 2 herë në vjet organizon stërvitje, të cilat stërvitje organizon shumë afër kufinit dhe gjatë organizimit këtyre stërvitjeve, sipas standardeve që duhet të respektohen, duhet t'ipen informacionet shtesë për shtetin që janë në kufi, për faktin se është obligim, sipas ligjeve në fuqi që rregullojnë këtë sektor, kur një shtet ka stërvitje, duhet informojnë për me mujt me qenë në gatishmëri se në rrethana të tilla, nga një përgatitje e tillë mund të kalohet edhe në ndërhyrje. Njoftuar në këtë rast KFOR-i mbase. Sipas gjitha gjasa është informuar. E dim raportin e Gjandarmerisë serbe me KFOR-in. Me misionin edhe i kanë kontakte të rregullta me përfaqësuesin e misionit të NATO-s në Kosovë me ushtrinë e Republikës së Serbisë. Tani ky demonstrim zgjerohet më tutje për qëllime të caktuara, po eri përsëris presionin ndaj popullatës që jeton në ato komuna, zhvillohet edhe në aktivitete dhe zonat banueshme, me qëllim se është mision ushtarak për zhvillu aktivitetet që lidhen me... Dhe arsutimin që gjenë është se kemi bazat ushtarake. Bazën ushtarake aty e ka, dhe ushtria ka nevoj që zhvillon aktivitetet dhe stërvitet për të harmonizuar aktivitetet dhe përgjegjësitë që aja ka. Shqetësimi më i madh lidhet me investimet e viteve të fundit Serbisë në armatim strategjik. Sidomos furnizimet nga Kina, me dron, tani së fundi edhe me raketa me rrezet mesme veprimi air-tok, të cilat paraqesin realisht ndryshim të konfiguracionit strategjik të rajonit Ballkanit, dhe për këtë ka reaguar edhe Kroacia. Po pësa, sa fundit sisteme mbrojtëse, por edhe sulmuese nga Kina ka blerë Beogradi edhe më herët. Nuk është sistem mbrojtës, është sistem sulmues. Po, thash edhe sulmuese. Ka modifikuar në MiG-29, vendosin e tij, dhe paraqet një nga armët më të sofistikuar të kohëve të fundit që Kina i ka prodhuar. Vetëm një shteti Kina ja ka shit, domthonë shteti i tretë që ka marrë është Serbia. Kështu që është një armë që është fut kohëve të fundit në treg, dhe në të njëjtën kohë Serbia furnizohet për të shtu fuqinë e saj me objektivin që të ruaj balansin e investimeve në rrafshin ushtarak përkatësisht në balansin me kë, zoti Koshi, se për shembull disbalansi i madh me shtetet e tjera, megjithatë. Siç e jap arsyetimin politik, balansin mes koalicionit që
aktualisht është në fuqi Kosovë, Shqipëri, Kroacia. Okej. Tani, ky balans dhe kjo marrëveshje nuk ka të bëj absolutikisht se marrëveshje Serbia ka edhe me Hungarinë, dhe marrëveshje të tilla brenda NATO-s kanë shtetet dhe është e mundshme që shtetet kenë marrëveshje të bashkëpunimi për shumë arsye, mbi të gjitha këto marrëveshje lidhen për mundësitë e harmonizimit të blerjeve, lehtësimit blerjeve, për faktin se kur 3 shtete bashkohen, atëherë kanë mundësi që ato blerje jo vetëm vlerësohen, për të njëjtën kohë dhe kanë mundësi që blerjet jenë edhe më të lira. Pastaj, sipas konceptet më hershëm të NATO-s, që është aktual edhe në fuqi, shtetet mobilizojnë investimet e përbashkëta për të reaguar karshi fatkesive që mund t'i vinë një shteti ose fatkesive të përbashkëta që lidhen me tërmetet, me fatkesit elementare e të tjera. Mirë po, çka është me rëndësi 3 shtete, edhe Kroacia, edhe Shqipëria, edhe Kosova, gjitha investimet në sektorin ushtarak i kanë investimet në sistemin e mbrojtjes. Nuk i kanë investimet në sistemin e sulme. Ky është dallimin mes investimeve që bëhet në sektorin ushtarak dhe përkatitjet e reaguese të strukturave ushtarake të këtyre shteteve me Republikën e Serbisë.